Jo, shumë kam dëshirë kështu aspekti fetar islam këtive të mendshmeve në thojza. Këto nuk besojnë jetën pas vdekjen, po këto palestinesë, këto fëmijë të vranë, këto këtë xhenet janë apo hoç. Po valla. Këtu ndoshta janë statistikë. Dëgjoj, më thot Muhamedi secili fëmijë lind i pastër në islam. Pastaj mvallet çfarë prindër ka. Nëse ka prindër shembull krishter, edukojnë krishterizëm. Nëse ka prindër qifut ose hebrej, edukojnë hebreizëm. Nëse ka zjarpotista, budista, konfucionista, çka s'ka? 1 milion feje ka bota. Po jam duke folë për këta fejt ma Më thoja. si fejt qiellore që i quajnë. E tash çata njerëz që vdesin Gaza, a kanë pas me vdekur sunu? O Allahu pa ka caktu me vdek. Po të gjithë njerëzit në botë që kanë kontribu me vdek ata, Zoti ka më marrë në pyetje. Nuk munda unë me vdek pa e shkruajt Zoti, nuk ka shansa. Suna unë shumë i vetëdijshëm jam atë që jam duke thënë. Nuk vdes njeriu. Pse ti ke dashur? Nuk vdes unë. Ti mundesh 1 milion loja me bon që me likvidu mu. Ama pa e shkruajt Allahu nuk më ndodh asgjë. Ama në momentin që më ndodh mua, a e keqe që ti më ke organizu, më ke bon. Ti ke me dalë para Zotit me përgjithësi. Edhe ki mu shkatru. Normale. E në të folë për vrasje të thjeshta, para mendoj vrasje të organizuar me gjenocide, shkatrime, Fëmijë. pa ushqime. O, 2 raste për të rregoj. Në kohën para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një grua duke ecë e shef një qen, kafsh rrugës. Jel hedh i thon si thona qeni e di kur atë frimmarin kur e banë s'dishte si ta dhe. Pi etjes nga uji. Nga E qëtë gjuhën. Po, e qëtë nxerë gjuhën, disi shumë dhimbshëm. E kjo kom prostituta, jo gruaja. Se ta e një gruaje. Qështu është? Që i ka ndodhë. Pa tash unë S'do shte me ceka temër. Nuk po them në këtë aspekt, tash unë po du me të regu që e ka ndihmu një kafsh. Po. I ka thonë uj, Allah subhanu ta'ala ka falë gabimet dhe ka thonë kjo me qenë në xhenet. Ajo tjetra, e ka marrë macën, e ka mbyll në dhamë, edhe me qelës dhamën. As uj, as ushqim si ka lanë. Thotë ma mësën ka me qenë në xhenem. Për kafshë, mos lasim për njerëz, mos lasim për 2 milion njerëz. Suna, une edhe ti në shkollë, se di ti pak ma i risë unë. Neve ku në mësoshin ma herët shkollë fillore për Hitlerin. Ka pak për Stalinin e për Leninin. E kena mësu ka pak tash në shkollë të mesme. Se çfarë zullumi kanë bën ata. Se Stalini sa miliona njerëz ka likviduar Rusina atëhershme. E Hitleri 20 milionë, 30 milionë, 50 milionë njerëz. E ai tjetri në Afrikë se ka vra, unë habitësha. E tash mendova se kjo botë ka mu qetësue, tash civilizimi madhe, teknologji e madhe, teknike, njerëzit kanë më marrë me avancime, me shkollime, kanë mi halu luftat. Ama se ka marrë koha, në këtë kohë, kur shkollimi janë nivel më të lartë, apo, civilizimi janë nivel më të lartë, edhe kanë më vranë kështu fëmijët në Gaza, unë valla po havit. Pasha Allahin, në zdi që ka thamë. Pa koment. E di njerëzit janë pse folin. Po e di se a tham që ne musliman s'kemi forcë. Po diçka shkruaj. Në telefon ta bllokën telefon. Po, no. A ofer kjo? Nuk ofer. O me shkruajt nuk të lanë, por a mendoje ma shumë, me thonë dë një fjalë ma të madhe. Të ki po dhe shtetet e, ato jo që janë ka shtete, në botë, shtete, që nuk pajtohen me këtë. Ama hajde fol. Kriministeri për 24 orë s'jema. Kryetar shteti nuk jema, general nuk jema, s'mundesh me qenë. Ama duhet me thonë të vërtetën, të vërtetën. Po. Çka thot me hesht? Qul el haqa walau kana mu. O thuhet vërtetën edhe në qoftë se është e idhët. Në status me Facebook. Çka u bë jahudive, e vërtetë kjo. Edhe pse është e idhët për ata. Ata kanë dëshirë me vra fëmijë mos më marr vesh, nuk mundet. Allahu subhanahu wa taala nuk e le gjakun pa u marr vesh se kush i ka derdh.
Ndoshta jam shef 10 vjet, 20 vjet, 30, 40 vjet. Unë e kam dëgju për Molla Feridit. Po. Molla Feridi në gjallë mund me vërtetu. Ai këto pajtimet që i bën, Allah i shpërbleft. Po, amin. Ai kështu duke bisedu muhabet lirë, tha, sa do të që më shefët gjaku, mas 40 vetëve ka më marrë vesh se kush ka qenë rrupa sasa. Bile argumenton me fakte koranore. Po. Hoq, pyetja e radhës, para se me ndolë të pyetja, doshta me thonë çikit, elhamdulillah që ka ditë gjykimi. E si ca dhe e merr atë çka ka me meritu. Edhe këta tiranët, s'po du me i përmend me emra, po Allah dhe shon kom i korit. Cili është më i fortë, si cili ka qenë më i fortë? Faraoni, Karuni, atë këto Benjamin Netanyahu. ta çto në botë janë tash, që pa emra. Po. Po Faraoni ka qenë. Faraon. Po. Ai nësi ka vronë milionë vreti ka vronë. Po. Po këto si Hitler, për shembull si krahason me Hitlerin. Këto e kanë shku pak. Se Hitlerin e quajnë jo civilizuar, jo. Po çka i ndodhi Hitlerit? Nga patricia që e boni, çka? Kush e bën mend për të mirë në botë? Askush. Faraonin, e Karunin, e Mussolinin, e Stalinin, Mussolini ka qenë Italis. Po. Mussolini, Stalini, mos mendojmë që këtë veç rust, se e kine pone fillu, veç rust janë vro, jo. Krejt bota e vret. Po kënë valet ne tash, ka e kina politikën. Ja, do të me qenë drejt. Kush ka vra, do të me përmen, ti ke vra, kri puna. Muslim, po tash se cili tiran, ka me dhonë përgjithsi. Allahu dhe leshanu kom i korit. Sa do të që janë të fort. Vjen dita.